Mirë, do të shkojmë tani në një intervistë drejt për drejt. Vijon protesta disa ditore përpara kryeministrisë e zotit Adriatik Lapaj dhe mbështetësve të tij, pra nga Shqipëria bëhet. E kam në këtë intervistë drejt për drejt zotin Lapaj. Zoti Lapaj, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Lapaj, prej sa ditësh vijoni këtë protestë dhe cilat janë kërkesat tuaja, teksa shoh pasi e nisët i vetëm, sot ju janë bashkuar edhe shumë persona, edhe shumë qytetarë tjerë. Në saktësim nuk janë mbështetës të mit, janë qytetarë të lirë që kanë dalë për veten e tyre. Pra nuk janë njerëz që dalin për mua, dalin për vete. Dalin se besojnë që në këtë vend gjërat nuk janë mirë dhe ajo që po ndodh në Shqipëri është tragjikomike në vetvete, është unike në të gjithë botën. Nuk gjendot një vend të dytë në botë sot, nuk e gjendot. As në botën e tretë, as në botën e parë, as në botën e dytë. Nuk gjendot. Që një qeveri t'i kapet një ministër, 2, 3, 4, 5, t'i shkojnë në burg, një zëvendës kryeministër t'i arratiset, një zëvendës kryeministër e dytë brenda 3 viteve, t'i merret e pandehur, dhe qeveria në vend të humbas terren apo të humbas zgjedhjet shkon nga 74 mandate në 83 mandate dhe në zgjedhjet e parakoshme për bashkit para 2 muajsh shkon në 80%, në 75% votave, duke na krijuar perceptimin se jetojmë në Korenë e Veriut. Kjo nuk është ajo që kemi dashur, kanë ndërruar prindrit tanë në fillim të viteve 90, ku luftuan për një Shqipëri si e gjithë Europa. Ju do të vazhdoni së bashku me ata qytetarë që kanë dalë si shtat ju për veten e tyre, por edhe mbështetësve tuaj, do të vazhdoni të qëndroni aty, ulur në këtë karrike ditë e natë? Po, sot është dita e 4-t dhe hymë në natën e 5 të rezistencës tonë. Çdo ditë në orën 5 ne mblidhemi këtu në një forum qytetar i cili dita ditës po zmadhohet. Nisi ditën e parë me një njeri që isha unë dhe në orën 5 ka vazhduar duke u rritur me 50, 80, 130 kanë qenë dje dhe mendoj që dita ditës numri i pjesëmarrësve do të rritet sepse qëndresa është një mesazh i qartë për çdo njeri në këtë vend. Vetëm duke ardhur këtu, duke qëndruar dhe duke mos ikur derisa ai të iki, është rruga për ta ndalur këtë marrëzi të madhe. Nëse shqiptarët në ditët e sotme nuk ndihen mirë me çfarë po ndodh me jetën e tyre, duhet masivisht të bashkohen në këtë shesh dhe të mos ikin më. Nuk mjaftojnë protestat që vinë këtu, bëjnë 2 fjalime e ikin, ka vite kjo punë. Jo, populli duhet dalë në shesh, duhet vi dhe nuk duhet iki derisa Edi Rama t'i jap dorëheqjen dhe të kalohet në një qeveri tranzitore me një mandat 12 mujor. Dhe ky mandat 12 mujor duhet t'i mandatohet një grupi intelektualësh nga më të mirët që ne kemi brenda dhe jashtë Shqipërisë, me një mandat të qartë për reforma në fushën zgjedhore dhe përgatitjen e Shqipërisë për zgjedhje të lira dhe të ndershme për herë të parë në 30 e kusur vite të ashtu quajtur demokraci që kur nuk e ndërtuam. Pra ne kërkojmë që në zgjedhjet e ardhshme që duhet jenë të parakoshme, patjetër, Edi Rama të mos jetë më njeriu që administron krimin përmes zgjatimeve të krimit në policinë e shtetit, të mos jetë më njeriu që administron buxhetin e shtetit dhe përmes të drejtës së tij ligjore të bëj favore dhe të korruptoj popullsinë, të mos ketë mundësi që të zotroj Ministrinë e Brendshme dhe të imponohet në popullat, të mos ketë mundësi që përmes administratës ta dhunoj çdo punonjës dhe ta detyroj të votoj për të dhe si pasojë të deformojë rezultatin e zgjedhjeve. Dakor, zoti Lapaj, ju në disa pyetje politike tani. Ju thatë që Edi Rama duhet largohej dhe nuk largohet me fjalime, por ne shohim që përpos jush paralelisht në protestë ka dalë edhe partia e zotit Qorri. Ju protestoni përpara kryeministrisë, ai protestoi përpara parlamentit. Pra jeni 2 parti opozitare. Pse nuk bashkoheni? Jeni 2 lëvizje që keni të njëjtat, le të themi, pavarësisht ndasive, keni të njëjtat qëndrime. Të jemi të qartë, në këtë shesh nuk ka dalë partia Lëvizja Shqipëria Bëhet. Sepse unë nuk kam dalë me logo partije këtu.
Ne nuk kemi vendosur stendat e partisë këtu. Ne këtu kemi dalë, fillimisht unë si Adriatik dhe pastaj qytetarët që po bashkohen ditë për ditë, kemi dalë si qytetarë që nuk mund të vazhdojnë të jetojnë normalisht në një republikë fasad, në një republikë të pavërtet, në një republikë ku një i ri i mitur 14 vjeç plagoset dhe shkon në sallën e operimit në Durrës dhe ikin dritat nga salla e operimit dhe merret fëmia si vetë në Tiranë dhe humbet jetën, kjo është e papranueshme në një republikë ku në qytetin e Durrësit, në qytetin e Shkodrës, në qytetin e Elbasanit, në qytetet e tjera të vendit, po këto të treja janë me të dominuara nga grupet strukturuara kriminale, ka lagje që nuk hynë dot pa dhënë kartën e identitetit të këto grupe kriminale, ka lagje që ruhen me dron nga këto grupe kriminale dhe shteti nuk arrin dot të imponohet. Në një republikë ku vidhet nga mëngjesi deri në darkë, ku ne, përveç se na vjedhin, jemi dhe të rrezikuar për shkak se na tajnë. Për shembull, rruga Qukës Qafpoç, përveç se e kanë vjedhur, aty rrëzohet mali sepse punimet janë bërë jo cilësore dhe ti, unë apo të afërmit tanë mund të humbasin jetën. Në tunelin e Ogaras, që ju e pat nga dokumentat e prokurorisë, përveç se na kanë vjedhur miliona, 10 miliona euro, nuk është futur as sasia e duhur e hekurit. Dhe ti që më dëgjon mund të kalosh aty dhe mund të humbasësh jetën. Në këtë republikë asgjë nuk është normale, ndaj çdo qytetar duhet të dalë të protestojë. Dhe sa i takon asaj që më pyete, shiko, qeverit rrëzohen duke rrëzuar kryeministrat, nuk rrëzohen duke rrëzuar parlamentet. Për këtë arsye, protesta është këtu. Dhe duke qenë se ne nuk kemi logo partie, çdo subjekt që e ndjen veten se do ta rrëzoj këtë pushtet, pra do ta imponoj dorëheqjen e tij, duhet bashkohet në këtë shesh në mënyrën e vet. Kjo nuk është protestë e Adriatikut. Unë po protestoj për veten time. Iliri, Eligerdi po proteston për veten e vet. Sajmira po proteston për veten e vet. Edona po proteston për veten e vet. Emerat dhe gjithë. Këtu çdo grup qytetar, çdo grup interesi, çdo parti politike duhet të jetë në këtë shesh për hallin e përditshëm të jetës vet, për atë që e shqetëson. Nuk ka nevojë që të ndahen parcela, logo, lart poshtë, po duhet një bashkim qytetar për të imponuar një dorëheqje. Pastaj nesër, pasi të iki ky, secili të vazhdojë jetën e vet politike edhe të garojë të bëjë më të mirën. Dakord jam me ju, po për shembull, dje në Bullgari u rrëzuan qeveri dhe rrëzoi populli. Jo, kjo s'është e vërtet. Ju jeni gazetare dhe gazetari vjetër dhe gazetari mirë dhe duhet ta verifikoni këtë që thoni, nuk është ashtu. Në Bullgari protesta nuk ka nisur as dia as para një jave, ka muaj. Protesta ka nisur e vogël, qëndrueshmëria e rriti gradualisht, pastaj populli u derdh në për rrugët e kryeqytetit dhe protestës janë bashkuar të gjitha partitë politike opozitare, pa logot e tyre, janë bashkuar popullit dhe bashkimi i madh e rrëzoi atë qeveri. Pra, kjo që po bëjmë në Shqipëri është e njëjta rrugë që ka ndodhur në Bullgari, praktikisht e njëjta rrugë. Diferenca është nëse këtu njerëzit do të dalin apo thjesht do të rrinë, do të bëjnë se xhiun në hallet dhe do ankohen. Të lutem. A duhet të dalin dhe të protestojnë banorët e Thethit që ai shkoi dhe i gënjeu për zgjedhje, u tha ndërtoni, ata hodhën kursimet e jetës dhe 200 objekte u shkatruan aty duke u shkatruar jeta e tyre. A duhet të protestojnë banorët e zonave të Beratit, e zonave të Vlorës, Fierit, e Merat që u përmbytën, Lezhës që u përmbytën, që janë fermerë dhe u përmbytën dhe u shkatrua prodhimi i tyre dhe ju hodh mundi tyre dëm dhe nuk u shpau gjendja e fatkeqësisë natyrore në ato zona për të dhënë dëm shpërblimet. A duhet protestojnë ata banorë, ata blektorë që u dogjën në të gjithë Shqipërinë, bagtitë e tyre në verë, sepse shteti nuk i marr masat për të pasur avion për shuajtjen e zjarreve. A duhet protestojnë të gjithë ata njerëz që u merret prona dhe u shpronësohet me qindarka, sepse ligji për shpronësimet nuk është i drejtë në këtë republikë dhe rivlerësimi i pasurisë nuk është bërë si duhet. A duhet protestojnë banorët e Kurdarisë, banorët e Fanit, banorët e të gjithë fshatrave të Shqipërisë, që kjo qeveri u ka marrë dhe po u merr lumenj duke ia dhënë atyre shërbëtorëve të sistemit vet dhe nuk i ka pyetur fare për ujin me cilin ata jetojnë. A, nëse këta duhet protestojnë, duhet jenë këtu. A duhet protestojnë? A duhet protestojnë ata biznesmen në Tiranë që shkojnë dhe në mënyrë arbitrare
u prishi shtesat që ja u kishtë dënë me nenin 6 me leje dhe shikoj e Tiranën sot, kaq muaj pas ati aksioni, a janë prishur të gjitha shtesat e lokaleve në Tiranë? Jo, janë prishur vetëm shtesat e atyre që nuk kanë qenë me pushtetin e Edi Ramës. A duhet protestoj rinia në këtë vend? Të rinj, Brezi Z, që ai i gënjeu pak vite më parë, i gënjeu në protestën e studentëve. Më thoni ju mua, cilat nga premtimet ka mbajtur Edi Rama në raport me ato që mori përsipër me studentët pak vite më parë? I gënjeu. A duhet në këtë vend ne të ikim nga sytë këmbët apo duhet jemi në shesh? Unë besoj fort që në këtë republikë shumica dërmuese e popullsisë ka arsye objektive për të protestuar. E nëse se bëjnë, nuk mjafton të ankojnë nga divani, nuk mjafton të vuajnë nga shtëpia, nuk mjafton të ankojnë me njëri tjetrin në për kafe, në darka familjare, me shoqërinë. Ajo nuk mjafton, madje nuk mjafton as të ikim, sepse dhe ikja nuk është aq e lehtë, sepse atje ku shkojnë nuk i pret njeri me duar hapur, sepse dhe perëndimi është bërë shumë i vështirë për shkak të gjithë traumave që po kalon njerëzimi në këto dekadat e fundit. Kështu që e vetmja mënyrë për ta ndryshuar jetën tonë është që ne të bashkohemi dhe të imponojmë dorëheqjen e kësaj qeverie, zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe më në fund demokratizimin e vendit. Dhe mos e harro, ne këtu në këtë protestë, shkaku i parë për cilën dolëm, unë të paktën, ka qenë presioni që ky po i bën drejtësisë. Në mënyrë direkte dhe indirekte. Më thoni ju mua, a nuk është tallje me një qytetar normal kësaj republike, kur kryeministri i vendit thotë, gjykata nuk mund më apezuoj mua ministren, dhe gjykata kushtetuese duhet më jap të drejtë, sepse më kanë ngelur pa firmosur vendimet e marrëveshjet. Po më fal, po nëse vdes një ministër, çfarë ndodh? Ngelen pa firmosur vendimet e marrëveshjet ndërkombëtare? Nuk ka qytetar që ta haj këtë. Të gjithë qytetarët e dinë që ai po vendoset blokad ndaj sistemit të drejtësisë, sepse e di që pas Belinda Baukut është radha e tij për dhënë llogari përpara drejtësisë. Lapaj, ke një koment për Endri Shabanin, ish bashkëpunëtorin tuaj, sot avokat i popullit. U mbështet me firmat e opozitës. Opozita e zoti Berisha tha ne ja dham firmat sepse na mbështeti Florian Binaj nëse do të bëshin zgjedhje në Tiranë. Njëjtë gjë BDI-u që mbështetet Florian Binaj. Jo, kjo nuk është e vërtet. Merrini shikoni datat e kandidimit të zotit Binaj dhe datën e vendimit gjykatës kushtetuese kur është vendosur qëndrimi në detyrë i Erion Velis. Gjykata kushtetuese ka vendosur që Erion Veliaj të qëndrojë në detyrë në datë 3 nëntor. Në 3 nëntor. Dhe ai ishte shkaku, ai vendim që zgjedhjet në Tiranë u shtyn, nuk u bën. Ndërkohë, merrini dhe shikoni proces verbalet e firmosjes së deputetëve të Partisë Demokratike që i kanë dhënë firmat Gjigj Merimangës, se nuk e ka emrin ashtu si thoni juaj, ai e ka emrin Gjigj Merimanga. Merrini, po Gjigj Merimanga. Merrini shikojni dhe do shikoni që janë në 27 nëntor dhe në datën 2 dhjetor. Pra janë rreth një muaj më vonë se kish marruar puna e kandidimit të Flor Binaj. Kështu që Sali Berisha gënjen, Sali Berisha i bëri sërish një shërbim Edi Ramës. Cili është shërbimi? Shërbimi është që këta duan të vrasin konceptin e të rinjve që mund ta ndryshojnë këtë vend. Duan t'i thonë çdo banorit kësaj republike që në këtë republikë çdo njeri e ka një çmim. Çdo njeri është i shitshëm dhe i bleshëm. Çdo i ri është pazarxhi. Mos besoni te rinia, u thonë, se dhe këta në fund të ne përfundojnë. Dhe mesazhi që Edi Rama do t'i japë është që mos u lodhi kot. Në fund fare, po doni të bëni karrierë, i vetmi që ta mundson karrierën është sistemi dhe është mbreti Edi Rama. Ma shpjego këtë Gjigj Merimangën, çfarë është Gjigj Merimanga? Gjigj Merimanga që briten për Shqipëri. Kështu është ai, nga sot ai emrin, nga dje në fakt, nuk e ka më ashtu siç e kanë gjendje civile. Më thoni ju mua një avokat populli në botë që urrëhet nga populli vet, që nuk është dakord shumica e popullit vet. Avokati i popullit duhet jetë aty që të mbroj popullin. Si do e mbroj popullin ky kur u zgjodh me votat vetëm votat e Edi Ramës? Avokati i popullit duhet i takojë gjithmonë opozitës, mor zotri, se është aty për t'i bërë opozitë pushtetit. Ky u zgjodh me votat e pushtetit. Emri Gjigj Merimanga vjen sepse brithte në përfushat në Shqipëri si njeriu antisistem, me një Merimang dhe me një gëshër dhe i priste këmbët Merimangës duke thënë që ky sistem i Merimangave e ka marrë peng Shqipërinë dhe ky donte garën. Tani erdhi puna që mori votat, firmat e Saliut për të kandiduar për avokat populli dhe mori votat e Edi Ramës për të zgjedh avokat populli. Dhe
emër më të qartë dhe më personifikues se Xhixh Merimanga nuk ka, sepse ky Xhixha fliste vetë për Merimanga, rrjet me Merimangave në të cilën ngeli brenda. Kështu që nga sot e tutje, unë si drejtues i Lëvizjes Shqipëria Bëhet që përfaqësoj deri në zgjedhjet e ardhshme 64.000 votues që dhanë votë të vlefshme dhe një 16.000 pa vlefshme që dolën nga numëruesit e këtyre rreth 80.000 shtetas shqiptar. Nuk e njohin për avokat populli se nuk plotson. Aty bëj dhe një pyetje të fundit, po shkurtimisht, Lapaj, nga sot, më falni, tu bëj një pyetje të fundit për efektos. Nga sot, ai që ju e përmendët si Xhixh Merimanga është avokati i popullit. Ai mund të vi dhe do ta prisni ju po të vi të shikoj si janë kushtet e protestës tuaj? Një në botë sepse ai nuk plotson kriteret e ligjit për të qenë avokati i popullit. Ligji në nenin 3 kërkon që avokat popullit të zgjidhet një personalitet me moral të lartë shoqëror. Nuk mund të ketë moral shoqëror një tradhtar i kauzave. Xhixh Merimanga është i vetmi avokat populli në botë që nuk e do populli vet. Është shërbëtor i Edi Ramës dhe i Sali Berishës. Kaq. Lapaj, të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishe kënaqësi